Ore të falësh 5 vaktet, e të kesh menja me i bo golin tjetërit, vallaj, kjo është turpi Zotit, me ec me ile, po mjaftoh më robi Allahut, ke e jotja për Zotin. Ore shif hakun tatë mërë, vallaj. Ore, procesi i përmirësimit, procesi i rregullimit është proces që vazhdo me njeriu gjithë jetën. Unë e kam thonë e them, është e kuptueshme edhe nga tekstet fetare. Njeri të përkryer nuk ka, njeri pa gjunofe nuk ka, njeri pa të meta nuk ka. Ama nëse njeriu mundohet që të përmisoj veten e vet dhe ka qëllim që të bëhet më i mirë, domethënë falesh, ulesh në xhami, rrije përmend Allahun, bë tobe, thuaj inshallah do bëhem më i mirë për ditë. Mundohesh të reflektosh mirësi dhe të rezatosh mirësi gjithanë. Nëse je me këtë qëllim dhe ti do më u përmisu dhe ke qëllim pra gjithë kohës tate, vallai nesër më ja dorëzu shpirtin Allahut. Pash Allahun, mos ki frikë edhe mos i ke merak fare, se vallai ka për të ndëruar Allahu xheleshanu.